Institucionet në Prishtinë kanë vendosur t'i lejojnë presidentit të Serbisë Boris Tadić një vizitë në Kosovë me rastin e krishtlindjeve ortodokse, por kanë tërhequr vërejtjen se vizita nuk mund të keq përdoret për qëllime politike. Presidenti serb u kishte bërë kërkesë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Kosovë për ta vizituar manastirin e Deçanit në Kosovën Perëndimore me rastin e krishtlindjeve ortodokse më 7 janar. Zyra e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian i ka drejtuar këtë kërkesë qeverisë së Kosovës, zyrtarët e cilës thanë se do të lejojnë këtë vizitë që sipas tyre bëhet për qëllime fetare, por me kusht që presidenti serb të mos keq përdor qëndrimin e tij për fjalime politike. I njëjti kushti ishte vënë presidentit serb edhe në prill të vitit të kaluar kur ai qëndroi në Kosovë me rastin e pashkëve ortodokse. Atë botë qeveria kishte tërhequr vërejtjen se nëse presidenti i Serbisë bën çfarëdo deklarimi politik që është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, do t'i ndalohet hyrja në Kosovë në të ardhmen qoftë kur bëhet fjalë për vizitë private, qoftë fetare. Presidenti serb gjatë asaj vizite pa thënë se ka ardhur në Kosovë për të dërguar porosi paqeje për të gjithë qytetarët, ndërsa ai kishte cilësuar Kosovën pjesë të Serbisë. Beogradi vazhdon ta kundërshtoj ashpër pavarësinë e Kosovës, të cilën e kanë njohur deri tash 64 vende të botës. Leja për vizitën e presidentit Tadić është dhënë pa kohë pasi që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu u bëri thirrje udhëheqësve të zyrës civile ndërkombëtare dhe të EULEX-it që të ndërmarrin hapa për të penguar, siç thuhet, veprimet destabilizuese të Serbisë në Kosovë nëpërmjet strukturave paralele. Në një komunikat të lëshuar nga një takim me dyert të mbyllura, thuhet se presidenti Sejdiu shprehu shqetësimin e tij në veçanti për veprimet e fundit të Serbisë që paraqesin investim të drejtpërdrejtë në strukturat paralele dhe në veprimtaritë e tyre të paligjshme. Duke kundërshtuar vendimin e fundit të Serbisë për emërimin e gjyqtarëve për të punuar në gjykatat paralele në Kosovë, presidenti Sejdiu ka thënë se Kosova ka një sistem të vetëm gjyqësor dhe çfarëdo përpjekje për ta cenuar atë është e papranueshme dhe e kundërlidhshme. Presidenti Sejdiu ka kërkuar mbështetje e EULEX-it dhe zyrës civile ndërkombëtare që të ndërmerren masa për shuarjen e strukturave paralele dhe parandalimin e veprimeve të tjera siç thuhet destruktive të Beogradit. Ditë më parë, Beogradi emëroi një numër gjykatësish dhe prokurorësh edhe për gjykatat në Veriun e Mitrovicës, duke nxitur reagimin e Prishtinës. Zyrtarët e EULEX-it thanë ndërkaq se Kosova ka një sistem të vetëm gjyqësor dhe në institucionet e drejtësisë mund të veprojnë vetëm punonjësit e emëruar nga institucionet e vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.